Atë që Allahu subhanahu wa taala e nderoi duke i adhuruar të gjitha llojet e udhëzimit, vërtet ai është i udhëzuar në rrugën e drejtë dhe ai ecën i sigurt drejt Allahut subhanahu wa taala. I sigurt sepse ai ka mbështetjen e të plotfuqishmit, të urtit, të diturit, të atij që është i mëshirshëm, i dashur me robërit e tij. Përkujdeset për ta me një përkujdesje të veçantë, e cila konsiston pikërisht pra në forcimin e këtij besimi, në forcimin e imanit, në dhënien e forcës dhe vullnetit mjaftueshëm për të jetuar sipas porosive të Zotit xhaleshano. E pra Allahu subhanahu wa taala atij që ja ka dhënë këtë udhëzim e ka nderuar dhe padyshim përfundimi i tij është i lumtur në dynja dhe në ahiret. Atë e pret mirësia Allahu subhanahu wa taala dhe bujaria e tij. Ndërsa atë që Allahu azza wa jalla ka lënë në humbje, sepse ai vetë e dëshiroi, pra vetë robi e dëshiroi humbjen dhe nuk pranoi që të nënshtrohet sipas porosive të Allahut azza wa jall, vërtet ai është i humbur dhe askush nuk mund ta udhëzojë në rrugë të drejtë. E vetmja mënyrë udhëzimi dhe rrugë udhëzimi është vetëm rruga që ka përcaktuar Allahu azza wa jall. Askush nuk mund të udhëzohet në rrugën e drejtë nëse nuk merr diturinë e saktë, korrekte të Allahut subhanahu wa taala, të cilën ai e ka zbritur nëpërmjet Kur'anit dhe traditës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Por edhe pas marrjes së kësaj diturie, edhe pas marrjes së këtij informacioni të plotë, të saktë, të sigurt, përsëri përballë robit qëndron një sfidë tjetër, e cila është të punuarit me këtë dije dhe hyrja në këtë rrugë. Pra, investimi dhe impenjimi të paktën minimal me punë të mira në emër të këtij besimi. Pra nëse ne na sqarohet e vërteta, duhet me patjetër të ecim gjatë kësaj rruge dhe të nënshtrohemi të jetojmë sipas saj. Nëse e marrim këtë rrugë, atëherë vërtet udhëzimi është hapur para nesh dhe elhamdulillah, Allahu azza wa jall do ta bëjë të dashur imanin në zemrat tona. Do të na zbukurojë atë. Dhe do ta bëjë të urryer mosbesimin, mos nënshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe mohimin e tij. Do ta bëjë të urryer në zemrat tona dhe do të na bëjë që të largohemi dhe do na lehtësoj këtë largim, që mos na duket e madhe, por ne të nënshtrohemi dhe të vazhdojmë rrugën drejt Allahut azza wa jall.